Mirëmbrëma gjithëve, nga sigla e kuptuat, besoj që jemi në klinika 24. Për gjatë gjithë ditës sot në promon e emisionit, kemi shfaqur rëndësinë e një eko e morfologjike, rëndësinë që ka në shtatzani një diagnozë prenatale. Gjithnjë më tepër, çiftet e reja po interesohen të dinë si do t'ju shkojë një shtatzani që planifikojnë, a ka analizat të detajuara edhe gjenetike që ne mund të kuptojmë për fetusin që në javët e para të tij. Dhe për këtë unë kam kënaqësi të flas sot me doktorin obstetër ginekolog dhe jo vetëm, po është edhe gjenetist klinik. Të lutem doktor Ioannis Kutras, mirë se erdhe në studio. Hello. Të lutem. Pranë poliklinikës Doctors Hospital, ne ishim sot paradite, pam momente nga puna juaj, e shohim bashkë edhe kthehemi në studio të fillojmë bisedën. Në fakt shumë emocionuese rafjet e zemrës edhe të themi ajo pamja e bebit në eko. Si shkon shtatzania e zonjës? Është një shtatzani e cila ka një zhvillim normal dhe fiziologjik dhe ishte madje një eko e cila u krye në javën e 13 të shtatzanisë. Dhe çdo gjë ishte okay, Ne. I urojmë shtatzani të mbarë dhe në fakt kur diskutojmë për shtatzani, për analiza, sidomos kur kemi një obstetër ginekolog aq më tepër dhe gjenetist, pyetjet nga publiku janë të shumta. Unë dua t'ju kujtoj të gjithëve adresën tonë të emailit, ku mund të na shkruani. Unë them gjithmonë nuk vëm diagnoza këtu, po një këshill edhe një shpjegim të vogël edhe mund ta japim. Η προγεννητική διάγνωση Διαγνώζα πρενατάλε είναι όλες οι ενέργειες οι οποίες janë të gjitha veprimet që ne kryejmë për të parë dhe të dorëzoj për shembull një fetus i cili do jetë i shëndetshëm. Kjo ka filluar shumë vite më parë. Në fillim ne nuk kemi pasur shumë instrumenta në dispozicionin ton në mënyrë që të shohim këtë embrionin në fetusin i cili ishte diçka i panjohur. Ekoja është një instrument i cili në 10-vjeçarin e 70-s dhe të 80-s ne e kishim në dispozicion dhe kështu mundëm të shohim embrionin brenda mitrës, brenda uterusit dhe të shohim anomali të ndryshme dhe probleme që mund të ketë pasur fetusi. Gjëra të cilat deri atëherë ne nuk i shikonim dot dhe shikonim se ç'lindte në fund. Ky ishte një revolucion për të gjithë ne dhe ky revolucion pikërisht na bëri që të shohim fetusin si një pacient, si një pacient të ri. Një profesor madje në Itali ka shkruar dhe një libër i cili thot, pacienti im nuk ka lindur ende. Pra, kështu, kjo nevojë që të shikonim këto gjëra dhe të shikonim anomalitë që mund të ketë një fetus dhe problemet që ai mund të ketë në përgjithësi një shtatzani, bëri mundësimin e krijimit të një specialiteti të ri në ginekologji, si një subspecialitet që është mjekësia e fertilitetit maternal. Dhe ky është një specialitet në ginekologji i cili referohet problemeve që mund të ketë. Dua të më ndiqni me slajdet aty. Flasim për specialitetin e ri, folëm pak për diagnozën prenatale, jemi tek slajdi tjetër. Η πρεγεννητική διάγνωση
Και εδώ έχει ό,τι μπορεί να έχει Këtu mund të shikoni çdo gjë që lidhet me diagnozën prenatale. Kemi një kompani, një shoqëri të tërë, e cila merret këtu e shumë vite, që ka nisur punën e saj dhe po thoja që ky specialitet, një pjesë madje, është diagnoza prenatale, por duhet të shtojmë këtu se duhet të shohim dhe duhet të monitorojmë shtatzanin dhe fetusin. Një pjesë tjetër goxha e madhe e diagnozës prenatale dhe mjekësisë së fertilitetit maternal është rrezikshmëria e shtatzanisë, për shembull. Dhe këtu bëhet fjalë për probleme qoftë në gra para se të mbeten shtatzan ose pasi kanë ngelur shtatzan e më pas se si do të vijojnë, dhe këtu mund vuajnë ato nga diabeti, për shembull, ose nga tensioni i lartë, i cili mund të çojë në proeklampsi. Mund të jenë dhe sëmundje të tjera, për shembull patologji të tjera, epilepsia, një tjetër e cila që nuk ndalon një zonjë të mbetet shtatzan, por e kalojnë në risk të lartë fertilitetin dhe shtatzanin. Zhvillimi i këtij specialiteti ka kaluar në nevojshmërinë që të çelet një specialitet i ri, që është gjenetika dhe gjenetizmi. Ne tani kemi arritur që të gjejmë shumë gjëra përmes gjenetikës, nëpërmjet analizës së ADN-s, dhe kështu është nevojitur ekzistenca e një gjenetisti të jetë antar i grupit që do të monitorojë një grua. Dhe këtu ne duhet të shtojmë dhe të themi se i gjithë grupi përbëhet nga mjeku që monitoron Obstetri, shtatzane, një obstetër. Na duhet specialisti pastaj i mjekësisë së fertilitetit maternal dhe një gjenetist. Dhe sikundër se duket këtu, gjenetisti është ai që mund të merret me shumë probleme. Me probleme të cilat kanë të bëjnë me anomali anatomike, probleme të cilat lidhen me efektin e trashëgimisë, me gjenetikën. Kemi gra për shembull të cilat kanë një moshë të lartë. Mbi 37 e shohim këtu vjeç. Po, pikërisht mbi 37 vjeç. Dhe në thelb, ajo që ne kemi është se ekziston mjeku pra që monitoron një grua, por ekziston dhe specialisti i cili e ndihmon atë në mënyrë që të ketë rezultate sa më të mira, dhe në fund ajo që ne duam të japim është ofrojmë një fetus sa më të mirë dhe një nën sa më të shëndetshme. Pra me atë që kuptoj unë, është e rëndësishme vendosja një diagnoze të para lindjes për të pasur të themi një fetus të shëndetshëm që në javët e para të tij, për të ditur për të patur një pasqyrë të qartë ç'po ndodh brenda në barkun e nënës. Në fakt të gjithë dëshirojnë që shtatzania të shkojë mirë, për fat të keq disa nga ato edhe ndërlikohen dhe nuk janë të pakta rastet kur një shtatzani ka një risk më të madh se të tjerat. Disa nga këto ju i përmendët një grua që vuan nga diabeti, përmendët një grua që vuan nga hipertensioni apo nga veshkat, një grua që ka vuajtur nga epilepsia. Ç'ndodh në këto raste? Pra, të rastet e gravidancës me risk, ajo që ne bëjmë është një monitorim i sakt i gruas, por edhe një diagnozë prenatale e cila duhet të bëhet në mendimën e specialistëve, sikundër se thamë dhe më përpara. Ekzistojnë pra në diagnozën prenatale një sër ekzaminesh të cilat janë të aftat na japin një rezultat. Duhet të dini se të gjitha gratë shtatzane vinë dhe pyesin mjekun e tyre duke thënë nëse çdo gjë është mirë apo jo. Dhe thonë, a do t'jetë i shëndetshëm fëmia im? Duhet ne t'i përgjigjemi këtyre zonjave. Dhe fatkeqësisht që të themi që çdo gjë është në rregull nuk e themi dot në të gjitha rastet. Por ajo që ne mund të bëjmë është se duhet të bëjmë të gjitha ekzaminimet që kemi në dorë në mënyrë që t'i përgjigjemi zonjës në pyetjen e saj. Pra, një grua
e cila duhet të ndiqet në mënyrën e duhur, duhet të fillojë me disa ekzaminime. Dhe pikërisht ato që lidhen me diagnozën prenatale, nisin me B-testin. Dhe ndjekim dhe këtu, në fakt tashmë është i njohur në popullat B-testi, po ne nuk e kuptojmë mirë që është B-testi. Një obstetër, ginekolog dhe një gjenetist mund ta shpjegoj ku kemi patologji dhe ku kemi një gjendje normale, ku kemi një fetus normal. Τι είναι λοιπόν το B-test? Pra, çfarë është B-testi? Είναι μια εξέταση B-testi është një ekzaminim i cili përmban ekon e matjes së qafës së embrionit dhe të analizave të gjakut të nënës. B-testi, ashtu siç është quajtur tani më, është një ekzaminim që e quajmë ndryshe dhe screening, kontroll pra. Kontrollojmë se sa ekziston një risk i lartë ose i ulët. Këtu duhet të theksojmë gjithashtu dhe gratë duhet të dinë se nuk bëhet fjalë për diagnozë. Nuk bëjmë diagnostifikim. Pra, ky test nuk është se na tregon nëse kemi ose nuk kemi problem. Pra, ky nuk vë diagnozë. Ajo që marrim nga ky test është një probabilitet, një rrezikshmëri, një risk që mund të ekzistojë. Risk i cili varet nga mosha e nënës, sa më e madhe të jetë një nënë, aq më shumë rritet rrezikshmëria për anomali kromozomike, sikur është dhe sindroma Down, në fakt që njihet. Futet gjithashtu edhe në kontroll dhe në parallogaritje matja e qafës së fetusit në eko, dhe është ajo që ne shohim, është një lëng i cili mblidhet mbrapa kokës së embrionit, mbrapa kokës së fetusit, poshtë kokës së tij, dhe është gjetur se në fetus të cilat kanë anomali kromozomike, siç është ata me sindromin Down, ata kanë një transparencë shumë të madhe te pjesa poshtë kokës. Mund të na tregosh pak këtu, doktor? Majtas, ne shohim një pamje fiziologjike, normale, të themi? Pamje djathtas, shohim një rritje të volumit të lëngut në pjesën e qafës. Dhe pikërisht kjo gjë na fut ne në një përllogaritje, në një program dhe na tregon një analizë risku. Pikërisht, në këtë program futen edhe disa ekzaminime tani të gjakut që do të bëjmë nëna, dhe madje edhe këto analiza modifikohen më pas dhe në fund ajo që na mbetet është një rrezikshmëri që duhet ta analizojmë. Është një probabilitet rrezikshmërie, nëse kemi risk të lartë ose të ulët për të pasur anomali kromozomike, sikundër se është dhe sindromi Down. Por jo vetëm ai jam, a? Kështu pra, që atje tutje, duke pasur këtë rrezikshmëri, nëse ai është i rritur, duhet të kalojmë në diagnostifikim. Dhe diagnoza futet, sikundër se do të flasim dhe më poshtë, përmes mënyrave dhe metodave invasive, siç është amniocenteza. Tani megjithatë janë metoda invazive, po me risk të ulët, ta themi që deri në 1% është risku, do të flasim më tej. Ja ku e pam edhe diferencën që ishte më e lartë, po këtu ku jemi, ç'kemi këtu? Këtu tani, duke vijuar me diagnozën prenatale dhe me kontrollin që i bëjmë gruas, hapi tjetër që duhet të bëhet edhe ky nga një specialist, sepse dhe matjet e transparencës së qafës bëhen nga mjek të specializuar dhe të certifikuar. Kështu, duhet të themi se dhe hapi i radhës është ai që ka të bëjë me ekon morfologjike, sikundër se e kemi për zakon ta themi. Kjo është një pamje tani nga truri i fetusit. Dhe këtu ne bëjmë një anatomi analitike të fetusit, dhe aty madje mund të gjejmë gjëra që ndoshta nuk kanë lidhje me ndonjë sindrom që do të kishim në rastet e mëparshme me risk të lartë. Pra, mund të kemi një risk të ulët në B-testin dhe në ekon morfologjike të kemi anomali tani anatomike, pra që lidhen me probleme të tjera.
I falenderoj ato që kanë shkruar, sa po të mbaroj me shpjegimin e të gjitha analizave edhe të ekosmorfologjike të amjotësintezës, ne do t'ju përgjigjemi, sepse janë nona dhe shqetësohen. Ju thatë që pyetja e parë është si po shkon fëmija im, si e kam fëmijën. Pam një pamje të trurit, cila në çfarë moshe të shtatzanis bëhet ekomorfologjike për ta kujtuar? Το ανατομικό γίνεται μεταξύ της 17ης ekoja anatomike bëhet nga java e 16 deri në javën e 23. 23. Ecim më tutje këtu kemi të bëjmë me zemrën e bebit, zemrën e fetusit. Ακριβώς. Οι ειδικοί γιατροί που κάνουν το Këtu kemi të bëjmë me zemrën e fetusit dhe mjekët të cilët merren me diagnozën prenatale të fetusit mundet jo vetëm që të shohin disa probleme, dhe kjo është puna e tyre. Nuk është vetëm të shohin problemet, por është edhe të diskutojnë me gruan, me nënën e repra, dhe ta konsultojnë atë se çfarë ndodh me atë problem. Çfarë duhet të bëjë ajo, dhe natyrshëm duhet të shohim nëse mundet të kalojmë në terapi ose në përballje nga momenti që do të lindë fëmia. Ndaj, dhe këtë gjë duhet ta bëj ekon pra, anatomike duhet ta bëj një mjek i specializuar, se nuk është puna e gjetëm një problem. Puna është t'i shpjegojmë gruas se çfarë do të thotë ai problem dhe t'i zgjidhim madje dhe pyetjen që do të ketë. Sa i lartë është rreziku? Ακριβώς. Ecim më tutje kemi pamje të një bebi shumë të bukur, në 3D. Αυτές είναι οι όμορφες φωτογραφίες που έχουμε. Mundësia e kohëve të fundit është për ta parë gati bebin siç do lindi, apo jo? Έτσι. Po, pikërisht ashtu është një fotografi dhe janë fotografi të cilat nuk është se na ndihmojnë shumë në diagnostifikim, por janë të bukura që të shikojnë në sinjelitikes. Ecim pak më tutje? Προχωρώντας λοιπόν... Του jemi tek eko? Ακριβώς. Από εκεί και ύστερα όμως, δεν φτάνουν μόνο αυτά. Që atje tutje nuk mjaftojnë vetëm këto, por duhet të ndjekim shtatzanin në mënyrë të rregullt, dhe ky është ekodopleri, si kundërse quhet, dhe në këtë ekodopler ne shohim se si bëhet qarkullimi i gjakut, qoftë në fetus, qoftë në placent, qoftë edhe në enët e gjakut të nënës. Është e rëndësishme të ndjekim shtatzanin, sepse mundet deri atëherë të kemi parë një shtatzani fiziologjike, normale, por për ndonjë arsye, qoftë fëmia nuk zhvillohet më, pra të ngelet disi mbrapa në zhvillimin e tij, dhe madje atje ne duhet të zbulojmë se për cilën arsye fëmia nuk po zhvillohet, fetusi nuk po zhvillohet. Ose, për shembull në rastin e një diabetikut kemi një fëmijë më të zhvilluar se ç'duhet. Një fetus i zhvilluar, po nuk është dhe gjë e mirë kjo. Çfarë janë ato ngjyrat aty, blu e kuqe, çfarë tregon? Αυτό είναι το πώς κυκλοφορεί το αίμα στον ομφάλιο Kjo është pjesa se si lëviz gjaku Ακριβώς. Το κόκκινο με το μπλε δείχνει την kërthizës që lidh nënën me bebin. Και χρησιμοποιούμε τη φυσική. Këtu ne shohim nëpërmjet fizikës që të masim disa të dhëna se si qarkullon gjaku dhe të marrim përgjigje për të parë se si ushqehet fetusi dhe si oksigjenohet ai, nëse oksigjenohet saktë apo jo. Nuk e di, më ndihmon Regja, ky mesazhi më pëlqeu dhe për të kaluar pastaj tek slajdet e tjera, cilat janë analizat gjenetike që mund të bëhen para se të tentosh një shtatzani. Para se të tentosh një shtatzani, cilat analiza gjenetike duhet të bëhen? Mund t'i përgjigjemi? Πριν ξεκινήσει η εγκυμοσύνη ή εφόσον έχει ξεκινήσει πριν ξεκινήσει η εγκυμοσύνη. Δεν χρειάζεται κάποιο Nuk nevojiten të bëni disa ekzaminime të posaçme përpara se të fillojë shtatzania, por nëse gruaja ka ndonjë problem që të mbetet shtatzan, atëherë po ka një sër ekzaminimesh që duhet të vijojnë dhe të cilat do të bëhen hap pas hapi dhe ashtu mund të zbulohet dhe ndonjë problem te një gruaje e cila nuk ngelet shtatzan. Εφόσον έχουμε μια εγκυμοσύνη, γίνεται ο προγεννητικός έλεγχος. Bëhet vetëm kontrolli prenatal, i cili ka një seri ekzaminimesh që ka të bëjë me shumë çështje.
Edhe të mashkullit, edhe të femrës, se që ti themi në çift, sepse gjithmonë tani flitet jo vetëm për grua, por në çift. Με τους άντρες είναι πιο εύκολο. Me burrat është disi më e lehtë se bën një ekzaminim dhe aty mbarojnë, ndërsa me gratë është disim me zhvilluar probleme. Është ajo që e lind fëmijën deri në fund. Për fat të keq e tham, risku tek disa nga gratë i B-testit apo i triple testit është më i shtuar. Kjo s'do të thotë se ato kanë një fëmijë me probleme, apo me keq formime. Por ne duhet kërkojmë më thellë dhe jemi te CVS-ja që e quani ju. Ακριβώς. Εκεί δεν έχουμε παιδί. Këtu tani nuk bëhet fjalë për një fetus me probleme, por kemi me rrezikshmëri të lartë. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να ξέρουν οι duhet të dinë gratë se rezultati nuk do të thotë se fëmia ka problem. Δυστυχώς, Fatkeqësisht, όχι μόνο εδώ dhe jo vetëm këtu në Shqipëri, por në të gjithë botën, γυναίκες προχωρούν σε να σταματήσουν την εγκυμοσύνη. Gratë kalojnë deri në ndërprerje të shtatzanisë vetëm e vetëm se shohin një rrezikshmëri të lartë, për shembull, një risk të lartë, dhe ky është gabim. Ato duhet kalojnë në diagnozë dhe në diagnostifikim. Dhe sikundër se ju thash, diagnoza futet me mënyra invazive siç është amniocenteza, ose me trofoblastet, ose CVS-i. Το CVS λοιπόν και η αμνιοπαρακέντηση είναι CVS-i ose amniocenteza janë të njëjtat ekzaminime, διαφορετική τεχνική. por me një teknikë të ndryshme. Dy teknika të ndryshme. Ακριβώς. Το CVS γίνεται νωρίς, γίνεται από CVS-i bëhet τη 14η εβδομάδα. nga java 11 deri të 14-ën, Παίρνουμε κύτταρα από dhe την ne marrim qeliza nga placenta, Kthehemi pak më përpara, tek slajdi më përpara, se më duket më i qartë. περιχογραφήματος πάντοτε. bëhen nëpërmjet ekos, Και η αμνιοπαρακέντηση γίνεται μετά τις 16 εβδομάδες. bëhet mbas javës së 16, ku atje ne futemi brenda në qese dhe marrim madje Το lëng αποτέλεσμα είναι το ίδιο. amniotik. Dhe rezultati është i njëjtë, Δεν έχουν διαφορά στο nuk kemi αποτέλεσμα. diferenca në rezultate, Διαφορά στο χρόνο που kemi γίνονται. diferenca në kohën që bëhen dhe në teknikën e trajtimit. Ju vetë, doktor, kë preferoni? Apo të dyja teknikat i përdorni? Εξαρτάται το αποτέλεσμα. Varet nga rezultati. Varet nga rezultati. Nëse kemi risk të lartë nga B-testi, nuk do presim një muaj që të kalojmë në amniocentezë. Do të kalojmë ke CVS. E kuptova. Το θέμα το οποίο υπήρχε πάντοτε, e cila ekzistonte gjithnjë, ka qenë rrezikshmëria e dështimit nga këto ekzaminime. Και γι' αυτό το φοβόντουσαν οι γυναίκες. Dhe ndaj gratë kanë pasur frikë. Και πάντοτε λέγαμε ότι είναι Dhe gjithnjë ne thonim se është 1%. να αποβάλει μια γυναίκα. Edhe me ato që kam lexuar unë, më e vogël deri në 1%. Δεν είναι έτσι. Por gjërat nuk janë kështu. Në mjekësi asnjëherë nuk janë kështu. Εμείς που το κάναμε συχνά, që e kemi bërë shpesh, ξέραμε ότι δεν dinim είναι shumë mirë që përqindja nuk është 1%, por është shumë e ulët, dhe ndaj kërkimet më të fundit kanë treguar se për amniocentezën është 0.1%. Και για το CVS 0.2%. Dhe për CVS-ën 0.2%. Φανταστείτε ότι οποιαδήποτε γυναίκα Imagjinoni që cilado grua në këtë moshë të shtatzanisë 1% να ka αποβάλει 1% mundësi για οποιοσδήποτε λόγους. Όλες οι έγκυες έχουν αυτό το κίνδυνο. dhe të gjitha shtatzanet e kanë madje këtë mundësi. Το 1% Dhe nga 1%-i, αν κάνουμε την nëse ne αμνιοπαρακίνηση, bëjmë amniocentezën, στο shkojmë në 0.1%. 1%, por kemi një pamje të qartë dhe kemi një diagnozë. Θεωρούμε ότι Konsiderojmë se nuk janë metoda të rrezikshme dhe duhet i bëjmë. στα χέρια πάντοτε Por ama gjithmonë në duart e specialistit, sepse këto numra janë gjithmonë të trajtuara nga specialistët. Mos harrojmë që kemi të bëjmë me një grua shtatzan dhe gjendja emocionale është dhe më ngarkuar, të themi ajo frika është gjithmonë më e madhe, kështu që është vështirë, janë momente të vështira si për CVS-n ashtu edhe për amniocentezën, megjithatë ju thoni që rreziku është i ulët dhe kur mjeku e rekomandon, patjetër që duhet kryer. Të ndalojmë tek një mesazh. E ndajmë mesazhin e fundit që ka ardhur bashk. Para një viti kryeva një ndërhyrje me laparoskopi, më hoqën fibromiom,
pas 4 ditësh pësova trompoz në mushkëri, jam duke pirë Xarelto, 200, nuk e di më ndjek regjia, miligram, problemi është se kam 3 muaj që nuk më vjen cikli dhe ilaçe nuk marr dot. Jo. Për rregullimin e ciklit, doktori më thotë që kontraceptivët që japin në këto raste nuk përdoren për rastin tim tromboemboli pulmonare. Si mund të veproj në këtë rast? Dhe a mund të kem kaluar, a mund të kem një shtatzani pas gjithë kësaj që kam kaluar? Μπορεί να έχει εγκυμοσύνη. Po, mund të ketë një shtatzani. Ξεκινήσουμε από εκεί. Të fillojmë nga ky moment. Sigurisht, problemi i trompozës do të thotë se ekziston një problem me koagulimin e gjakut. Por kjo nuk do të thotë se nuk duhet të bëhen disa ekzaminimi që të shohim se sa ekziston apo nuk ekziston realisht problemi. Por, ajo ndoshta nuk bëri mirë që i referoj kontraceptivët, sepse kontraceptivit mund të kalojnë në probleme trompoze të gratë të cilat kanë precedent të këtij problemi me trompozën, siç është hemofilia për shembull. Apo probleme me gjakun, me qarkullimin e gjakut. Να πούμε ότι οι γυναίκες οι οποίες Dhe këtu duhet të themi se gratë të cilat marrin kontraceptiv duhet të bëjnë patjetër një kontroll paraprakisht. Nuk duhet të marrim kontraceptiv lehtësisht. Lehtësisht, ashtu është për vetë pasojën. Dikush shkruan se di doktori më ka bërë amiocentezën për djalin dhe djali është shumë mirë. Një nga rastet ku është shkryer dhe amiocenteza. Αυτό είναι η ευχάριστη απάντηση. Kjo është një përgjigje e këndshme. Edhe është babai në këtë rast që shkruan, jo mamaja. Mirë, mbase na duhet të bëjmë pak publicitet edhe të vazhdojmë më vonë. Publicitet, mos u largoni, kemi akoma shumë për të. Vazhdojmë të jemi drejt për së drejti në klinika 24, unë jam me doktor Ioannis Kutras, është obstetër ginekolog gjithashtu edhe gjenetist klinik dhe ne sot kemi folur për diagnozën prenatale, për gjitha ato teste, madje dhe ekzaminime invazive si që është amiocenteza, për atë frikë të madhe që i shkakton ajo një gruaje të themi në javën e 16, është shtatzanis që është dhe momenti 16 deri 18, mos gaboj ku ajo kryet, megjithatë doktor ka siguruar që testet janë gjithmonë jo diagnoz, por tregojnë një shkallë të madhe rreziku, ndërsa amiocenteza është ajo pastaj që duhet për të thënë fjalën e fundit. Doktor, gjithnjë e më tepër gjenetika jo vetëm në shtatzani dhe në diagnozë prenatale, në të gjitha sëmundjet e tjera, ne po i rikthemi ADN-s. ADN-ja po flet shumë kohët e fundit. NIPT quhet, një analizë e përfolur edhe për çmimin që ajo ka, por sidomos për benefitet që ajo ka. Çdo të thot NIPT dhe kush përfiton nga kjo analizë, nga ky test gjenetik. Mos gaboj, është vetëm në javën e 9 të shtatzanisë që duhet bërë? Si kundër se thash dhe më përpara në fillim, përpjekja jonë ka përfunduar tani më që të ecim më tepër rreth ADN-s. Dhe të gjitha përpjekjet tona janë ato që lidhen me dhënien e zgjidhjeve në kohë, sa më herët madje dhe sa me më pak rrezikshmëri, duke shmangur domethënë çdo rrezik, sado të vogël që mund të ketë në mënyrat invazive të trajtimit. Kështu pra ne kemi zbuluar se ekziston një ADN i fetusit, i cila qarkullon në gjakun e nënës. Pra, NIPT, që do të thotë një test prenatal jo invaziv, është një ekzaminim që ne bëjmë, vërtet që nga muaji, që nga java e 9, dhe ne analizojmë ADN-ën dhe shohim në 99% për sa i përket sindromit Down që mund ta gjejmë nëpërmjet kësaj analize, por edhe për sindromet të tjera, por në një përqindje më të ulët.
sa më shumë kalon koha, teknikat zhvillohen dhe ne gjejmë gjithnjë e më shumë gjëra me përqindje suksesi akoma më të lartë, por ama këtu duhet të themi se NIPT-i është një ekzaminim, është një screening dhe jo diagnozë. Është një kontrol, pra, është një test. Dhe të gjitha testet që qarkullojnë në treg thonë një gjë të thjeshtë, se nëse të del pozitiv, pra nëse na jep një përgjigje se fetusi ka rrezikshmëri të lartë për sindrom Down, duhet të bëjmë amnioparacentezën në mënyrë që të kalojmë në hapat e tjerë. Ndaj, po, është një test i cili na ndihmon, NIPT-i na ndihmon shumë, por ama duhet të kemi ndërmendje se të bëjmë një konsulencë shumë të mirë. Duhet ta këshillojmë shumë mirë gruan kur t'ia propozojmë atë, se përbën thjesht një test dhe jo një diagnozë. Megjithatë, ecur, shkenca, do të na jap gjithnjë më shumë gjëra dhe do të jemi gjithnjë më shumë më të sigurt. Por në këtë moment duhet të jemi disi të rezervuar. Ne po përpiqemi që të bëjmë këtë test dhe ta vendosim këtë test në kombinim me B-testin që të shtojmë në përqindjen sa më të lartë të mundshme për të kapur atë probabilitet që të kapim fetus me anomali. Të kemi sa më shumë informacion dhe të shohim e ardhmja. E ardhmja. Kujt i takon e ardhmja? E ardhmja i përket gjenetikës. Imagjinoni se do të kthehem disi mbrapa në ekzaminimin që ne bëjmë në amniocentezë deri para 2 ose 3 vitesh, ne kemi pas bërë atë që quhej kariotipi, ku ne shikonim kromozomet e fetusit. Tani më, ne kemi ecur në teknikat të reja, siç është kariotipi molekular, ku atje ne nuk shohim vetëm kromozomet, por shohim dhe shumë më tepër patologji dhe anomali që mund të gjejmë. Dhe shpresojmë dhe besojmë madje se pas 2, 3 ose 5 vitesh do të mund të bëjmë një ekzaminim të të gjithë ADN së fetusit. Diçka që për momentin është pamundur, e bëjmë te njerëzit që janë të lindur, por nuk kemi arritur dot në nivelin e fetusit. Të bëjmë një analizë të plotë ADN-s. Pra, teksa zhvillohet shkenca, dhe ecim përpara, gjithnjë duhet të kemi ama parasysh se monitorimi i shtatzanisë mund të parandalojë shumë gjëra. Dhe pikërisht ne këtë ofrojmë dhe kjo është mundësia që ne ofrojmë, jo vetëm përkundrejt gruas, përkundrejt nënës, por edhe përkundrejt mjekëve që ndjekin këto gra. Se mund të kenë një mbështetje nga gjenetika, pra, nga specialist gjenetistë që kanë të bëjnë me mjekësinë e fertilitetit maternal, në mënyrë që të japin gruas një rezultat përfundimtar që ajo dëshiron. Kemi asfalje. Kalojmë tek mesazhet. Ku jemi këtu? Jam në javën e 26 të shtatzanisë, fëmia i parë mosha 27 vjeç dhe kur bëra ekon morfologjike java 23 më doli një kist i pleksit kordial të djathtë, rreth 9.1 mm tek truri i fetusit, e përsërita sërish java 26, ishte një lloj kisti pranishëm. Jam shumë në merak si veprohet në këto raste dhe a ka ndonjë rrezik sindromi anomalie. Çfarë përfaqëson ky kist dhe a ndodh shpesh te gratë shtatzana? Mund t'i themi diçka nënës? Ne duhet të shohim nëse është cist në trurin e fetusit apo mos ke qenë një zgjerim i pareteve ansore. Nëse është një cist i thjesht, ato përthithen në javën e 28 të shtatzanisë, por edhe nëse mbeten, zakonisht dhe e theksoj këtë gjë, nuk kombinohen me anomali dhe as me probleme kur do të lind fëmia e më pas. Të falenderoj për këtë gjigje, sepse nëna duke e shqetësuar. Një shihim?
Këtu madje duhet të dim se kur ne mund të gjejmë ose kalojmë ke bit testi që mund të na dalë fiziologjik normal. Dhe shkojmë tani te ekoja anatomike dhe shohim atje anomali anatomike, edhe atje mund të kalojmë në amnioparacentezë, madje edhe kur bëhet laf për një ose më shumë anomali, duhet të bëhet amniocenteza në mënyrë që të përjashtojmë të gjitha çrregullimet kromozomike. Mesazhi tjetër, pra doktori nuk thotë, nuk paraqet rrezik për këtë kist, gjithsesi ndjekje. Më para se të tentosh, analiza e fibrozës cistike kur bëhet se sikur është bërë e shpesht këto kohë. Mund të themi diçka për fibrozën cistike? Fibroza cistike Analiza, testi. Është një anomali gjenetike, është një patologji madje rëndësishme, shumë serioze, dhe ata të cilët vuajnë nga fibroza cistike mund të kalojnë deri në vdekje në vitin e 25 të jetës së tyre dhe ndaj duhet ta kontrollojmë shumë. Pasojat janë 1 në 2000 veta, por gjithashtu mund të themi se ka shumë portator të kësaj patologjie. Janë ata që nuk është se sëmundën vetë, por janë portator, e mbartin këtë gjë. Dhe kur ata kalojnë në një fetus, 25% e mundësive janë që edhe fetusi të jetë me probleme. Dhe në thelb, mirë është që të kalojmë në kontroll. Dhe të kalojmë në një kontroll paraprak te mamaja, te nëna, dhe duke ecur pastaj shtatzania, ne mund të shohim disa shenja te fetusi nëpërmjet ekove, të cilat do të na çojnë në kërkime të mëtejshme të fibrozës cistike. Për shembull, kemi anemin mesdhetare, e cila ose për të cilën ne bëjmë ekzaminime që më përpara. Pra që t'i kthej përgjigje zonjës, nuk ka një test tipik për fibrozën cistike, duhet mbajtur në ndjekje? Ekziston një test që duhet të bëj dhe marrim përgjigje në këtë moment sepse janë të shumta mutacionet e gjenit të fibrozës cistike dhe marrim përgjigje për të gjitha mutacionet tani më me kosto të ulët relativisht se sa më shkum ecën teknika ulet dhe kostoja, ndaj po mund të themi se ne mund të kontrollojmë dhe që të mos kalojmë në amniocentezë që të kontrollojmë fetusin, mund të kontrollojmë nënën dhe nëse gjejmë diçka te ajo, të kontrollojmë dhe diçka ke jati. Dhe nëse që të dy kanë problem, vetëm atëherë mund të kontrollohet. Shumë mirë. E thamë edhe këtë, jam 20 vjeç edhe para 8 muaj shpata një shtatzani të cilën e humba, pas shumë vizita ginekologjike, dola me problemin se kanalin e vezore se kam të kthyer si bryl, nuk e kuptoj, a mund të kaloj një shtatzani dhe a mund të ketë sukses? Kanali vezores me probleme, thot? Nga momenti që kjo ka pasur një shtatzani, do të thot se nuk ka probleme në faktin që mund të ngel të konceptimit. Shtatzan. Problemi që ajo referon, nuk mund ta di fiks e përpes se si është, por duhet të bëj ekzaminime dhe ajo që duhet të di është që nga momenti që ka ngel një shtatzan nuk ka probleme që të tipit mund të ngelet apo jo. Ka probleme ndjekjeje. Tani, për arsyen se pse humbi një shtatzani nuk është se ka fajin vezorja dhe vetëm ajo. Unë dhe im shoh që jemi të njëjti grup gjaku 0 pozitiv. E kemi për herë të parë shtatzanin, e kemi me frikë. Një qift me grup gjaku 0 pozitiv. Pa problem. Pa problem, thot. As mos e mendoni problemin. As mos e mendoni problemin, thot doktori. Dhe një të fundit të shikoj pa korën edhe 2 të fundit. Kjala 2 minimata. Ti lexoj që këtu? Më ndihmoni dot me mesazhe? Përshëndetje, grupimi gjakut është A, ndërsa bashkëshorti është me rezus pozitiv. Çfarë duhet të kemi kujdes gjatë shtatzanis? Këtu, në këtë rast, kemi një tjetër shtatzani me rrezikshmëri të lartë,
gratë të cilat kanë rezus negativ. Këto gratë që kanë rezus negativ dhe të cilat janë në një përqindje shumë të ullët në përgjithësi të popullatës dhe veçanërisht nëse burri është me rezus pozitiv, në shtatzaninë e parë çfarë bën organizmi i gruas? Krijon antikorpe për fetusin. Dhe në një shtatzani të dytë mundet realisht të krijohet problem. Dhe ndaj shumë lehtë ne përballojmë këtë gjë duke bërë një injeksion te nënat që janë me rezus negativ dhe imbulojnë ato, ky injeksion imbulon për shtatzaninë e dytë. Janë të mbrojtura. Pra, gjithmonë është problemi ke shtatzania e dytë e më pas. Se mundet për shembull të ketë bërë një abort dikush. Madje edhe në këtë rast, ajo duhet ta bëjë këtë injeksion në mënyrë që të mbrohet për shtatzaninë e radhës. Nëse është shtatzania e parë, nuk ka asnjë problem, por duhet patjetër që të bëjë në mënyrë parandaluese këto nga injeksion. shtatzania e dytë e tutje. Kështu që pa problem, thot doktori, e menaxhueshme. E fundit, nëpërmjet kujt testi gjenetik mund të zbulojmë talasemin. Ju folët pak për anemit mesdhetare, talasemia është problem akoma në vendin ton. Cili është testi gjenetik që zbulon talasemin? Sëmundje gjaku kjo, të themi që shoqëron për gjithë jetën dikë që lind me të. Ne mundemi, para se të ngelet shtatzan një grua, përmes një analize gjaku të kuptojmë nëse është portatore mbartëse pra apo jo. Elektroliza e hemoglobinës. Pastaj është hemosferina dhe elektroforeza e saj, dhe nëse shohim se ajo është portatore, ne mund të bëjmë një kontroll molekular në gjakun e saj dhe të shohim mutacionet. Dhe sigurisht do shkojmë pastaj të kontrollojmë dhe bashkëshortin, baban e ardhshëm pra, për të parë nëse edhe ai është portator apo jo, nëse është mbartës. Dhe kjo me një elektroforez. Dhe nëse rezultati del pozitiv dhe atje ke babai do bëjmë një ekzaminim molekular, sepse sikundër se tham, kemi 25% që nëse të dy janë portator, embrioni mund të ketë probleme. Dhe në atë rast, nëse të dy janë mbartës ose portator, do kalojmë ose në SVS ose në amniocentezë. Amniocentezë, kuptova. Kam ngelur shtatzan me fekundim artificial, kam trinjak, embrionet janë kontrolluar edhe për një sëmundje gjenetike të cilët prindrit e trashëgonin dhe dolën shumë të pastër. Mendoni se është e nevojshme për të bërë edhe amniocenteza? Fillimisht, ne duhet të shohim se ajo që ka trashëguar nga prindrit se çfarë ka, që të shohim madje se sa e nevojshme është të bëj test dhe të kalojmë në amniocentezë. Nëse realisht është diçka që mund të transmetohet dhe te fetusi, te embrioni, po, mund të bëjmë amniocentezë dhe madje nëse dim se për çfarë bëhet fjalë, jemi më të qartë dhe kemi madje atë test, po, mund të kalojmë në testim. Por, gjithsesi trinjakët janë një shtatzani e vështirë, është me një risk të lartë, 3 herë më shumë risku, dhe ndaj duhet të jemi shumë më të kujdesshëm në këtë rast. Mirë, gjithsesi, një diskutim, një konsult për të kuptuar më shumë duhet dhe pastaj nëse është e nevojshme e vendosë vetëm doktori. Mirë, i falenderoj të gjithë që vazhdojnë të shkruajnë, mua më vjen keq, kaq ishte koha që kishim sot në dispozicion, doktorun të falenderoj. Jo vetëm për informacionin që ju dhat, por edhe për mesazhet dhe përgjigjet që ju dhamë prindërve të shqetësuar, sepse shtatzania vërtet është një gjendje fiziologjike, po për fat keq mund të ndërlikohet. Apo jo? Çështja e shtatzanisë dhe gravidancës, sikundër se thatë ju, tek një individ, tek një grua e cila është e shëndetshme, duhet deri në fund të mbetet e shëndetshme dhe të marrë dhe një fetus të shëndetshëm. Pra, ne jemi në dispozicionin tuaj dhe në dispozicionin e të gjitha grave dhe të ginekologëve madje, që t'ju japim të gjithë mbështetjen e duhur që ata kanë nevojë nga specialistët dhe të kenë rezultatin që dëshirojnë.
Ishe me doktor Kutras nga Poliklinika Doctors Hospital këtu në Tiranë. Me këto unë duat ta mbyll në fakt. Ne do shemi javës tjetër, i transmetimi është sot në orën 24 dhe ditën e diel në orën 14.